Ekipi i Gjestit jep lajmin për varrimin e vëllaut Eldionin. Dje, një ngjarje e trishtueshme ka tronditur komunitetin, pasi vëllai i Gjestit, një nga personat më të dashur dhe të njohur, ka ndëruar jetë. Në këto momente të vështira, shumë miq dhe bashkëpunëtor kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen dhe Gjestin. Sot rreth orës 10 në profilin e Instagramit të Gjestit u postua ky lajm, me zemër të thyer, ju njoftojmë se sot, më 27 shtator, në orën 17:00, do të mbahet ceremonia e varrimit të Eldion Kelmendit, në garezat e fshatit Pavlan, në Pejë. Ky është një moment i rënd për familjen e tij, dhe ne i qëndrojmë pranë në këto ditë të vështira. Ju ftojmë ta kujtoni Eldionin me respekt, lutje dhe në heshtje. Ky njoftim është bërë nga ekipi i Gjestit.